Kjo është Tirana, ose pjesa më e madhe e Tiranës, se Tirana është shumë herë më e madhe se kaq. Të pëlqen? Mua më pëlqen shumë Tirana nga pikpamja sociale. Nga pikpamja sociale, nga pikpamja e njerëzve. Kjo xhungël për betoni, kjo xhungël ku po kafshohet, imagjino, edhe parku i Liçenit. I shikon gjithë këto ndërtesat në krah të stadiumit, ka qenë pjesë e parkut të Liçenit, se unë kam lindur dhe jam rritur në Tiranë. Do të them nga aty që ndërton Kastrati, këtë në vend të hoteli dikush Sheraton, një kompleks pallatesh, edhe më tutje Kastrati, nga ana tjetër oligark tjerë, Ulaj e kështu me radhë. Tirana po kafshohet nga oligarkia e betonit, edhe nga pastrimi i parave të pista. Shikoni sa pak gjelbrim ka. Shikoni çfarë çrregullësie ka. Shikoni se si është tamam shenja e një urbanizmi pa plan. Pra, e një lloj urbanizmi pa plan. E një lloj urbanizmi ku mund të ndërtohet kudo, edhe aty ku sta pret mendja. Do të thënë, çdo ndërtesë aty, shikoni pallatin e kongreseve, edhe aty do bëhet kull. Nuk ka, shikoni presidencën, edhe aty flitet që do bëhet kull. Pra, është një qytet ku asgjë nuk është e sigurt. Më kupton? Asnjë ndërtesë. Çfarë do bësh ti? Tani gjë e parë që do bëj unë, me aq sa më lejojnë kompetencë si kryetar bashkie, është që mos jap leje ndërtimi brenda unazës madhe të qytetit. Zero nga këtu e sa ti jam unë në fuqi. E dyta. Do bësh luftë me oligarkët? Po ty prej 24 orë të nxjerrë nga zyra. Nuk guxon njeri t'i afrohet perimetrit zyrës, si të nxjerr nga zyra nëse më fusin qytetarët e Tiranës brenda. Janë të fortë ata me gjitha drejtimet. Para, pushtet, punë e madhe. Kur ke mbështetjen e qytetarëve. Si t'ja dalësh Arlind? Kur ke pushtet. Po të bëj pyetjen më të rëndësishme që fitove ti, u shpalla kryetar. Po si t'ja dalësh? Atëherë, mua nuk do më hedhë helikopteri nëse fitoj brenda Bashkisë Tiranës, se më thuash ti më që të hodhi helikopteri, të futen brenda Tiranës. Nëse mua më zgjedhi me votë qytetarët e Tiranës, fuqia politike që ka një qytetar, një kryebashkiak i zgjedhur demokratikisht. Imagjino një kryebashkiak si unë, një parti antisistemore, është e jashtëzakonshme. Dhe oligarkët do të kenë frikë nga vendimet e mia, po nga vendimet, jo se do i rra unë, po nga vendimet e mia, dhe jo të kem unë frikë. Çuna muskujt nuk e keq, edhe mund t'i rrash ti. Po mirë, kur kam mundësi tani nuk kam mundësi. Bën palestra. Dal nga kodra e Liçenit, dal për prap. Tani këto ditë e fundit jo se ka filluar fushata, po ku kam çik më shumë kohë, bides nga herë natën vonë. Tani kemi një foto tjetër, një pamje tjetër të Tiranës, mos gaboj. Ja më gjelbrim ka tani, mos e thua kështu tani, ja gjelbrim. Këtu jemi tek gara tjetër e parkut, dhe shiko ç'po ndërtohet, shiko ndërtesat. Po mirë, pra ka gjelbrim, mos thuaj që s'ka gjelbrim. Po gjelbrim, ky gjelbrim ka qenë dhe është paksuar, dhe nga ana tjetër ndërtuar, shiko më gjithë këto pallate brenda, çfarë kuptimi ka? Të kesh pallate brenda një parku, brenda një natyre të tillë, është e tmerrshme. Këtu për këtë nuk i vjet faj vetëm Edi Ramës. Të gjithë aty që kanë qenë pushtet. Po pra se është Edi Rama, Sali Berisha, shikoj një luftë deklaratës që Tirana shkatroi Rama. Pastaj këta thonë Tirana shkatroi Berisha. Pastaj Tirana shkatroi Rivelje. Pastaj Tirana shkatroi Lulzim Basha. Tani, a ka ndonjëri nga këta që s'e ka shkatruar Tiranën? Të gjitha kanë kontribuar në shkatrim, sipas fuqisë që kanë pasur dhe sipas kozgjatjes pushtetit tyre. Se mos harro diçka. Edi Rama ka qenë 8 vjet, mos gaboj? Edi Rama ka qenë 11 vjet. 11 vjet, po. Ishte 3 vjeçar, po. Ka qenë 11 vjet kryetar bashkie. Po. Erion Veliaj sa ju bën? Edhe ai mandati i tretë ju ndërpren mes 88-10, po thuajse 10, jo 10. 10 vite kryetar bashkie, dakord? Dhe ky lloj përfytyrimi i Tiranës me këto kulla ka përgjegjësinë e vet dhe Lulzim Basha, sepse janë ndërtuar ato etnika, e shikon ato kullat aty? Do të ndërtohet akoma aty, gjithë ato kulla të rrezikshme. Po pse Lulzim Basha do të djalë mirë, djalë turp. Po pse ai s'ka dhënë leje? Po ja ku i ke aty kullat e atij oligarkut Ulaj, Bashkim Ulaj, i ke aty. Kanë dhënë leje tani prapë Edi Rama, atëherë i kundërshtonte kur ishte kundër Lulzim Basha ato kulla. Edi Rama. Tani ka dhënë leje për kulla të tjera, ngjit me ato. Prapë poshtë digës së Liçenit. Pra këta janë bashkëfajtor. Sigurisht, se sa fajtor janë krahasuar me njëri tjetrin, varet sa pushtet kanë pasur dhe sa gjatë kanë mbetur në kohë. Para ma të gjithë janë përgjegjës. Janë përgjegjës ata që janë kryeministra, sepse asnjë kryetar bashkie nuk mund të bënte këtë lloj masakre urbane nëse nuk do kishte në krah kryeministrin e vendit. Sepse pushteti qendror ka goxha kompetenca për të frenuar masakrën urbane. Mirë, po këta kanë qenë ujdi me njëri tjetrin sepse në Tiranë janë pastruar dhe vazhdojnë pastrohen sipas raporteve ndërkombëtare paratë e krimit të organizuar, pra ka nevojë për tej ndërtime
Dhe nga ana tjetër, interesat e oligarkisë ekonomike janë posaçërisht lidhura me sektorin e ndërtimit. Në Shqipëri, çdo oligark është ndërtues. Jo çdo ndërtues është oligark, me siguri, por çdo oligark është ndërtues. Këtu njerëz më të pasur nuk janë ata që investojnë në industri, nuk janë ata që investojnë në shërbime. Ka marrë një oligark në telefonit ka thënë, kujt i përmend emrin ti? Jo, zguzon, nuk guxon. Kam frikë. Po tani, unë nuk e di kanë frikë apo jo. A më thonë ata le të flasë kështu problem. Por unë kam përshtypjen që kur tjetri e di që ti nuk do t'ja dish, pse të fëlliq veten edhe të marrë një përgjigje. U bëre kryetar bashkie. Gjën e parë the, nuk do marr vendim që brenda unazës madhe nuk ndërtehet. Po i merr vendim qeveria. Qeveria ka për pallatet mbi një numër caktuar katesh, bashkia i ka për më poshtë. Jo, planimetria dhe planet e urbanizimit i ka qeveria. Po pastaj planet e detajuara i ka bashkia. Dhe bashkia ka kompetenca që të vërë frena të rëndësishme.